thonë kjo në studio, po s'bëj ka mu thonë qyteta, se ka pas shumë... Ka pas tepër shumë diskurs... Ka pas tepër shumë diskurs protektiv për këtë që mu ka do shumë problematike. Nuk fola për qytet, fola dhe marë përgjithsi për veti. Unë po thëmë, epitetet që janë tu i përdorë. Janë shumë problematike. Si vlerëson sinceriteti, ndryshe përveç se... Nuk është që pjo ofendoj, unë e përthom një vërtet. Veç po t'i ba një dy shembull. Masi që LDK-ja ka dalë publikisht, deputet soj kanë dalë dhe kanë thonë, nuk mjafton na me bu një marrëveshje thjesht për kuvendin. Neve na duhet një marrëveshje gjithë përfshirëse, edhe për qeverinë. Na i kemi dërgu në bazë të deklarimeve të deputetëve të tyre, ju kemi dërgu ofertën për bashkëpunim. Edhe mos harroni që deri tek oferta jonë për bashkëpunim me LDK-n vjen edhe si pasojë e bindjeve të cilat i ka edhe elektorati jonë, edhe elektorati i LDK-s. A dini pse se elektorati i LDK-s ka lëvizte jo? Ju e keni marrë personin kryesor të LDK-s jo sa Osmanit. Edhe elektorati i lëvizjes vetë vendosje. Ka shkatërru komplet edhe elektorati i lëvizjes vetë vendosje. Po mendoni që po vinë ata me qeverisë me juve? Kjo është preferencë edhe elektorati i televizios vetë vendosje. Bashkëpunimi me LDK. Pra, kjo ka në të gjitha situatat, në të gjitha veprimet tona, janë manifestim i vullnetit të atyre votuesve që po i përmend zotriu, e të cilin na e respektojmë. Na kemi vendos një parim kuvendin e Republikës Kosovës që fuqin në kuvend e ki aq sa ta ka dhënë populli. Kjo është parimi i cili është vendosur në këtë legislaturë. Na je pon që s'keni vendosur gjë. Na ju kemi besu 8 muaj, unë kam besu, po foli konkretisht që ju i keni numrat, edhe unë kam thonë ka u bo qeveria, që shkam me hecë, bo zojarit, sepse nuk vullneti, i kena, a besani edhe po mdogët hajgare. Jo, as pak hajgare. Jo, hajgare, dojtë bënët hajgare me neve, po kemi pritë në kriju qeveria. E kanë dhënë verdiktin, jemi në qëtë rezultat që jemi në kuvendin e Republikës Kosovës, kemi ofru mundësi bashkëpunimi partive opozitare, ata kanë refuzu mundësit e bashkëpunimit tona, qa do të me bu ma shumë vetë vendosja? Me bashkëpunu me që ato që vjen me juve. Edhe nuk do të bre mu më shif në parollën, këta po dojnë me listën sërbe, këta po dojnë me këta. Kujna, ju nuk muni mi kalzu, për kujna patriotizë. Na nuk kemi të më shef kërkon. Këtë për shemë njerëzve që janë konë pjesë luftës. Politike në kuvendin e Kosovës, janë publike. Publike janë, na nuk kemi të thonë kur gjë, na po dhojmë. PDK-ja, LDK-ja, kanë votu njëjtë si lista sërbe në shumicën, që atëherë kur e kemi potencu na kanë votu njëjtë. Kjo është gjë që shihet. Unë e besaj, ju i njeri prej moshës veç besaj që e deni kush e ka shliru që të ven. Kjo konstatim e re prej moshës. Çdo fjali që fillon që shto, është shumë problematike. Edhe unë me re. Edhe unë me re. Mirë po, me i ka dhu dikojna që ka luftu për që të ven. Tenton me kriju një narracion që unë nuk e pranoj. Mi ka dhu PDK-s, edhe atyre të LDK-s që kanë komandonta. Po që ndrimet e mija dhe bindjet e mija janë qarta. Dëgjam, edhe unë me re si kur ti. Po shpuna që nuk mune mu bo ma patriot, ose mi ka dhu shpesh, ne kemi debatit të njerës ti ka dhu që shdu të mu kon patriot zotit Batoshi. Njëri që ka mojt burg, për shemull, po mos shet një dokra se nuk ban. Nuk ban patriotizm. Albin Kurti. A është patriot? Unë e mendoj që është. Njëri që ka qenë. E kush nuk ka patriot? Unë si jam patriotja? Jo, po ndëgjam në atë sentimentin, po bashkëpunojnë për DK me listën sërbe. Është prit 8 orë lista sërbe me arë me votu në kuvendin e Republikës Kosovës. Dëgjani, respektoni kushtetutën se e keni shkel disa herë. Nuk jam të dhore diçka që nuk ekziston. Kjo është fakt. Krejt, edhe këtë kuvend e keni konstituu me ndihmën e PDK-s. Pasaj, falem për nën kryetar se s'po du mu përsërit, se po përsërit e në temat njëjta, përsëria u kanë votu, kush i votaj? Konstituimi i Kuvendit Republikës Kosovës është përgjegjësia e gjithë deputetëve të Kuvendit Republikës Kosovës. E ju çka keni bo kur jeni kohë në kuvend, e kallshi kuvendin edhe thojsh neve sta interesant. Kush e kallke kuvendin? Po jo mëre e keni kallë kuvendin, oj, kur e kemi kallë kuvendin? Çfarë është kjo akuzë? Akuz? Njerëzit janë gjykok, thirrën që i keni qimë. Na kemi pasur veprime politike, aksione politike. Për gjitha veprimet tona politike, na kemi marrë përgjegjësi. Na i kemi fotografi, na kemi marrë përgjegjësi për veprimet tona politike.